Allahu Azza wa Jalla ka pranu duan e besimtarëve kur kanë thonë: O Zoti ynë, mos na sprova ma shumë se çka mujna me e bajt. Ajeti i fundit i surës Al-Baqara. Kanë thonë ulemat, çdo sprovë që të vjen në botë, mos mendoj që të ka ardhur ma shumë se sa çka mundesh me bajt. Nuk ka shans. Se Zoti kur është bërë kjo dua, kur bën nga besimtarët, thotë Zoti e pranova. Sa na analizojmë këtë ajet, o Zot, mos na ços prova çka s'mund me bajt. Ulemat kanë thonë Zoti që sprova vetë sa mundesh me bajt, por nëse ndodh që dikush sa të mujt me bajt, ka hub njeri krejt. Ka hub rrugën në marë. Çfarë themi? Dietarët kanë thonë, nuk është problemi sa është sprova e madhe, është problemi se nuk është të ditë me menaxhu sprovën. Ka zgjedh rrugët e gabuara për ta menaxhu. Sa dhe patoni një rast ku njëri ka djalin e smut në spital, po i dham këtu, po i dham dikun. Çka me bë? Ka shku tek një hoxh në thojza me bëhaj mali. Para më da, çfarë një sprovë të dunjas e shëndetit të kalon në sprovë të besimit. Edhe që jep ai domethënë ti shkruan hemalia të sanavana. Kjo është, pastaj kjo sprovë po kalon fatkeqësi. Leçen po ta merr pasonin, tu e çon nëpër mjek, leçe po ta humb kohën, po stresan, po të mërzit, ngaj poshtë nal nëpër spitale, po ta merr edhe ahiretin. Po të zgjidhen pe bën gabu. Domethënë, këtu nuk është problemi pastaj i asaj sprovës.